Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, jemi kthyer prapë në Top Albania Radio, në She's on Air dhe un kam një pyetje për ju, e cila është: cili është synimi juaj për këtë verë? Të gjej Po ta mendojnë se jo një përgjigje kështu si përfaqësore. Po nuk e di, ndoshta do doja shumë që kjo vera të më frymëzonte për një tjetër sezon akoma më të mirë, për të cilë diçka ndoshta më të mirë nga vetja ime, për ndoshta të zbuluar një anë të re të vetes time. Këtë e dua për frymëzim të gjithë verën. Synimet e mia këtë verë janë të dobësohem para se të shkoj në plazh, të bëj foto. Deri në fund korriku. Do e shihni deri në fund korriku. Deri në fund korriku këtu jam, nuk ka kur të mbaroj është të fshihemi të bëj foto të bukura për Instagram dhe të rris pa kontentin në Instagrami, të frymëzohem me këto gjërat. Këtë kam nisur dhe unë të drejtë. Sigurisht. Synimi im Po vazhdo. Se po më shifte Ina thash mos më shikoni se s'kam asnjë synim. Du vetëm të relaksohem, të bëj qef dhe të udhtoj. e ke pushim këtë verë. Kam pushim të verë. Synimi im për këtë verë është që përveç faktit që dua të relaksohem dhe t'i shijoj pushimet në maksimum dhe të shkoj sa më shumë në plazh, dua shumë që gjithashtu ta mbush verën me projekte të reja. Bravo. Ta shoh veten në sa më shumë fusha dhe të provoj sa më shumë gjëra të reja me projekte të ndryshme. Çfarë do lini pas këtë verë? Shihet e meshkujt. Po ndoshta këtë që tha dhe Kesi. Të edhe shumë Ina, gjithëri. më duket po lë pas gjithë meshkujt e shëmtuar dhe Po, të inshallah dalë në një të mirë bukurosh. të përpara, po, është vërtet. Do lija pas ta zgjedhjet gabuara, që mos i bëja më. Një urdhro. Do ta bëjmë atë lojën që ju premtova. Hajde, bëjmë. Atëherë, përgjigjet tona duhet të jenë po, jo dhe ndoshta. Do nisej një romancë vere edhe nëse nuk e di që nuk ka të ardhme. Edhe pse e di që nuk ka të Po. ardhme. Jo. Jo. Sa shpejt isha. Ndoshta se nuk i diet rrugës. Bravo. Jemi në një mendje? Jemi. Kam flirtuar ndonjëherë vetëm për qef. Po, mi. tjetër. Ndoshta. Madje shumë herë. E kam bërë. Mund të biesh në dashuri brenda pak ditësh. Jo. Jo. Nuk do ta quaj. Në dashuri mund të krijohen ca ndjenja kështu, po jo dashuri, jo. Jo, kur. Është me tipa jo. Është e sigurt nëse do njoh një person i cili është dita 1, okay, do më duket shumë interesant kur zgjohem ditën 2, në ditën 3 unë heq dorë. Do ne kam kështu, duhet të kalosh të paktën ditën e 3. Ditën e tretë. Nëse ja dole ditës 3 të jenë Ja ke rregull. hedh. Një puthje në pushime nuk ka rëndësi nëse nuk e shem kur një atë person. Jo. Ta kam bërë. Absolutisht jo. Unë e kam bërë. Ndoshta. Çfarë më? Mirë e ka bërë. Atë pëlqeu të paktën. Ishte Në atë interesante moment për pëlqeu. momentin. Se erdhi dita 3. Kam postuar ndonjëherë diçka në rrjetet sociale për të bërë xheloz dikë. Normalisht po. Unë të më drejtën asnjëherë se kam bërë këtë, nuk e di pse. Ndoshta ish partnerët që mund të kem pasur, se e bëra kështu sikur sa kam pasur. Çfarë do të thonë Ina? Që ja. Ata aq dy. Ata një person që O Ina, çfarë janë këto mesazhe që jep moj vajz? Shiko, ta qartësojmë. Maksimumi 2 partnerë kam pasur në jetën time. Dhe kanë qenë në kohë të gjatë. Nuk më është dashur asnjëherë që ti bëja xheloz me dikë tjetër, të bëshin xheloz vetëm nëse unë dilja. Kështu që, Okej. Hamer, kemi ndonjë. Jo, me kemi postuar. Po, për shembull, kam qenë në shtëpi edhe të bëj sikur kam qenë në ndonjë jahtë, e kupton? O zemra mani, të shkruaj ndonjë shoqe për shembull, ma nis pak të foton që ke postuar ti, kupton? Që ta hedh në WhatsApp. Edhe unë e kam bë duke postuar në festa në plazh ndoshta.
Do të zgjidhja gjithmonë pushimet me shoqet para atyre me partnerin. Se vazhdon të Knaqesh shumë me shoqet, mendoj. Faktikisht po, knaqesh më shumë. Ndoshta do them unë. Do pëlqente grup shoqëror. Po, Çifte çifte do ishte perfekt. Shikoj, nëse un kam një partner dhe un vazhdoj të ikë në plazh me shoqet e mia dhe ti nuk je pjesë e grupit shoqëror, shikoj, më mirë e lejmë. Duhet jetë një njerëz që të përshtatet dhe me grupin ton shoqëror. Po, patjetër. Po, ajo është sfida më e madhe. Më kupton nëse ke kaluar ditën e tretë. Sfida tjetër më e madhe është shoqëria. Do të më bezdiste nëse një shoqe poston foto të mia të pa leje që Si, kështu selfie që kemi bë bashk. po pra, unë Jo, varet, nëse un kam dalë në sfond mbrapa shumë keq, do I thoja që shiko se un s'kam dalë mirë, po jo se do mbezdiste. Problemi është me këtë shoqëm se s'e ke fshirë gotë duket keq fotoja ju. Unë varja ose kisha mendjen. Do të thënë se keni problem. Jo. Okej. Jo, po të më nxjerri mua si majmuna ajo dhe të nxjerri veten e saj të photoshopuar. Lemte ndoshta. Po. Nuk do t'i tregoja kur partnerit gjithçka që ka ndodhur me pushime. Të vinte vetë ti shifte. Faktikisht, një këshill është që nuk I tregohet partnerit çdo gjë. E ky është gabimi im, unë tregoj gjithmonë çdo gjë. Madje tregoj më shumë se ç'duhet. Se jo për gjë, po as ata s'na tregojnë çdo gjë. Edhe ndonjëherë bëhet dhe problem kjo për mua që tregoj me sinqert. Po, se ti përdorin pastaj. Po, edhe është faji im pastaj që jam e sinqert. E shikon? E gjejmë njëra tjetrën në këtë bisedë. I'm just a girl. I'm just a girl. Kam menduar ndonjëherë të kontaktoj një ish gjatë verës. Jo, s'ka qenë verë. Ndoshta, po Nuk I dihet. Ndoshta me këtë. Gjatë verës, jo, asnjëherë më prish pushimet. gjatë dimrit është pak a shumë ajo periudha. Ta shtym edhe dimrin. Njerëzit janë më të guximshëm kur janë larg qytetit të tyre. Po, vërtet. Po. Që mos I njohin njerëzit për rreth. Gjithmonë po. Mundësisht krijon dhe një emër tjetër. Ktu Shqipëri nuk e bëjmë dot, po jashtë edhe mund ta bëjmë. E di, se tani më kujtua. Isha fundjavën që shkoj në Radhim. Edhe kishim një çift afër, goxha moshë madhe, mbi 50-60 mund të ishin, dukeshin që ishin të huaj. Plazhi ishte plot me njerëz familjar, fëmijë mosha të ndryshme. Edhe ajo gruaja hiq sutjenat dhe del topless. Po, në sy të gjithëve, dhe të gjithë ngelim duke e parë. Që thash, okay, ndoshta thash, kanë ardhur nga një vend tjetër, është vend I huaj dhe se kanë as problem se njerëzit nuk e njohin. Është vërtet, edhe kjo. Si ishte kështu, ishte ndop Kështu ishte e mirë. Po, ishte lamet, edhe pse moshë madhe. E pastaj hiq krenaria ajo. Edhe unë kisha burri vetë shifte kështu me admirim, ishin shumë okay. burra të tillë pacit. O zot, do të largohesha spontanisht për një fundjavë me dikë që sapo kam njohur. Jo. Jo, pra se s'ka kaluar dita tretë. Imagjino domethënë ti iki unë, e të vit dita tretë mua të mos pëlqej, po nga të futem unë. Nga të futem. Për çfarë do kem shtëpiu? Një histori vere mund të kthehet në dashurinë e jetës. Ndoshta. Tani vallai. Ndoshta. Presim. Kush ka mendon se mund ta bëj, le të vi. Ta provoj. Kam një sekret veri që ende nuk ja kam treguar askujt. Po. Po të gjithë kemi patjetër. Tina, Po mendoj një herë je në Instagram ti poston. Nuk besoj se kam ndonjë gjë që s'e kam treguar. Do të fshija disa foto nga kjo verë para se të fillon të shtatori. Jo, pse? Maksimumi vetëm po më prish estetika Instagramit se. Jo. Unë do t'i fshija nga telefonin po të ma ngarkonte shumë, kupton se. Mua më fshin automatikisht se më mbyll Instagrami, kështu që nuk kam çfarë fshima. Kjo nuk ka gjë më të keqe se ndonjëherë përdorim Instagramin kështu për të rrit foto. Edhe kur na Edhe të gjitha arkivat që kam pasur ndër vite, ajo është gjëja që më vret më shumë. Është vërtet, arkivat e mia janë një Instagram I dytë I imi. Nëse nëse unë do të jetë gjitha është. Madje janë si memories në Snap. Po. Unë I kam hequr gjithë fotot nga plazhi, kam futur në arkiv. Po lidhja e në profilin tim Po këtë vit duan ca foto shumë të bukura me vërtet. Stay tuned, na bëni follow në Instagram. Për me qëra fjallat, na bëni follow në Instagram këta. Ina Pashollari, Huida Koçi, edhe Enxhi Rushdia. Kesi nuk besoj se kanë nevojë për nevojë, po se ka hapur Instagram të ri. Po ju e dini emrin e Kesit, kështu që nuk ka nevojë për shumë zor.
Mendoj se erdhi fundit e kësaj pjesës, sepse neve po na shko ka muhabeti vaj gota, kishim edhe i kafe këtu. Mirë do ishte. Kishim thënë në një filxhan Ose ndonjë gin. Mos na i kujto tutëm se kam pushim. Nga e hëna në të premte kam pushim, po. Në fund Nga janë dark. Rikthehemi pas pak për të diskutuar dhe më tej.